Brad Pitt rrëfem për periudhën e erë të alkoolizmit, isha me gjunjët në tokë. Brad Pitt bëhet më i sinqert se kur flet për gutimin e tij ndaj rehabilitimit ndaj varësisë nga alkooli. Aktori fitues i çmimit Oscar foli në një podcast ku për më shumë se 2 orë rrëfeu hapur për luftën me varësinë nga alkooli pas një periudhe që ai përshkruan si një shok i thellë emocional. Në atë pikë isha me gjunjë në tokë. Ishte një kohë shumë e vështirë, po pranoja gjithçka, po provoja gjithçka. Kisha nevojë për një restart. Kisha nevojë të zgjohesha dreqi të haj, tha ai. Kur ai vendosi të hyjë në një grup mbështetje fillimisht nuk ishin të lehta. Jam disi turpshëm në situata të reja, pranoi aktori. Por pas garancisë nga një mik se ishte një ambient i sigurt, ai filloi të ndihej mirë dhe të hapej. U bë diçka që e prisja me padurim. Pjesë e procesit të shërimit për të ishte edhe dëgjimi i historive të burrave të tjerë në grup, gjë që ai e përshkruan si thellësisht prekse dhe të mbushur me ndjeshmëri. Gabime, por edhe humor. Ishte një përvojë shumë e veçantë, tha aktori. Brad Pitt është rrëfyer më parë për vendimin për t'u rehabilituar pas ndarjes me Angelina Jolie në vitin 2016. Në një intervistë për New York Times në vitin 2019, ai e cilësoi divorcin si zgjimin që i duhej për të ndaluar konsumimin e alkoolit.